Të nërmiq, mirë se rishihemi sërish në emisionin Kjo është koha dhe është pikërisht koha për të qëndruar së bashku në këto minuta në vijim me një tjetër temë të rëndësishme, me një tjetër koncept madhor islam, me një tjetër të ftuar gjithashtu. Unë kam derën dhe kënaqësinë që në këtë xhami madhështore të jem me Hoxhën nderuar Gentian Mar. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjeta. Hoxh, do të flasim për agjërimin, do të ndalemi pak tek historiku i tij dhe disa koncepte madhore, të cilat besoj do të na qartësojnë më tepër madhështinë e këtij muaji, madhështinë e këtij adhurimit. Zoti thotë se agjërimi është bërë obligim, ashtu siç ka qenë obligim dhe për popujt përpara jush. Çka na jep të kuptojmë se agjërim ka patur gjithmonë, çdo popull ka patur agjëruesit e vet. Çfarë mund na thoni për këtë ajet në një farë mënyrë? Në lidhje me ajetin i cili konkretizon domethënë formën e agjërimit, sepse flet gjatë gjërë Zoti i Gjithësisë rreth agjërimit dhe historikut të agjërimit, ndalemi edhe tek pjesa që quhet ndryshe dhe historiku i agjërimit ose historiku i agjërimit ndër popujt. Pra kemi Ramazan, kemi dhe agjërim. Pra ka një diferencë midis këtyre të dyja. Patjetër, për sa i përket agjërimit dhe Ramazanit, kjo është një veçori e profetit Muhammed a.s. dhe i tharëve të tij. Ndërsa për sa i përket agjërimit, ai ka qenë tek gjithë popujt. Ndaj në komentimin e këtij ajeti famlart, dietarët e ndryshëm dhe komentatorët e ndryshëm, siç është që herët Abdullah ibn Abbasi, që ne e njohim ndryshe si deti i diturisë, ka thënë se ata hebrejt kishin agjërimin, domethënë 3 ditë në muaj, shtoj kësaj thotë dhe ditën e Ashuras. Fillimisht edhe profeti a.s. bashkë me sahabët e tij agjëronin, më pas kjo mbeti domethënë dhe si ai agjërimi nafile ose agjërimi i preferuar, thonë ndryshe, agjërimi i ditëve dhe netëve të bardha që i quajmë ne në kalendarin hënor, dita e 14, e 15 dhe e 16 e kalendarit hënor, domethënë që mbeti. Pra historiku i agjërimit tek popujt e tjerë ka patur në ditë të caktuara, ditë të pakta, ndërsa historiku i agjërimit të Ramazanit ka nisur në vitin e 15 të profecisë. Pra 15 vite pasi profetit Muhammed a.s. ju shpallja hynore për i Zotit Gjithësisë, tashmë atij ju shpall edhe agjërimi i Ramazanit. Aty mori formën e plot pas agjërimit që u lidh me obligueshmërinë e agjërimit në Ramazan. Ajo që ne njohim ndryshe, domethënë që Kurani i zbriti profetit Muhammed dhe e bëri profetin më të veçantë. Zbriti në muajin e Ramazanit dhe e bëri muajin më të veçantë. Zbriti i gjithë i tëri, domethënë në natën e Kadrit dhe e bëri natën më të veçantë atë. Pra, si muaji i Ramazanit u konkretizua në vitin e 15 të profecisë ose në vitin e 2 të hijretit e migrimit të profetit Muhammed a.s. nga Mekka për në Medinë, dhe nuk ka qenë, sepse ka dhe aludime nga dashakeq të ndryshëm që profeti Muhammed dhe shokët e tij agjëruan nga pamundësia për të ngrënë diçka, nuk është e vërtetë kjo. Po të kishte qenë diçka e tillë e vërtetë, do të kishte startuar në Mekë tashmë, por ajo filloi në Medinë, aty kur u ambientua, ku gjithçka nisi të ambientohet. Deri dhe ekonomia e muslimanëve, ekonomia e shtetit niset të ambientohet gjithçka. Pra, ishin në kushte më të mira, më komode, po ndoshta dhe ekonomike më të mira krahasuar me periudhën e Mekës, ku përndiqeshin për besimin e tyre dhe kishte të vështirë të econ. Me patjetër, sepse periudhën e fundit në Mekë ai profeti dhe shokët e tij, tharët e tij, domethënë u izoluan për 3 vite me radhë. Pra, as nuk dikush nuk i shiste, as nuk blinin prej tyre, as nuk merrnin, as nuk jepnin, as nuk i dhuronin, nuk kishin asnjë liri, ishin të izoluar në një lagje të Mekës dhe vetëm jetonin atje, ai sa tregohet, domethënë sikur se tregojnë ata të cilët kanë jetuar, thotë nuk kemi lënë gjethe pemësh dhe lëkura kafshësh, pra deri dhe lëkurat që i përdornin ndoshta dikur për të ulur, i kemi konsumuar thotë të gjitha situata ekstreme në formë. Situata ekstreme e një varfërie apo përjetimi terrorist, mirë, nuk ka nisur këtu agjërimi. Agjërimi ka nisur në kushte normale. Pra, agjërimi ka nisur në Medinë, nëse mund të themi kështu, kur muslimanët kishin ndërtuar dhe bashkësinë e parë, bërthamën e parë të qytetit dhe të shtetit të tyre, dhe motivi ishte vetëm hatri i Zotit. Pra, erdhi një urdhër kuranor, erdhi një obligim kuranor, të cilët ata e zbatuan menjëherë. Sa rëndësishme që ta përjetojmë këtë moment. Pra, Zoti ka urdhëruar dhe ata ju bindën këtij urdhri. Ta përjetojmë ne sot në ditët e sotme.
Zoti ka shpallur se Ramazani duhet agjërim dhe ne duhet të sillemi në këtë formë. Domethënë njeriu duhet punoj vazhdimisht për të përjetuar diçka. Domethënë është si ajo amvisa e cila po gatuan në shtëpi për të nxjerrë një gatim sa më të mirë, ajo nis dhe e provon nga pak. I nevojitet dhe kjo, i nevojitet dhe ajo. Kështu duhet punoj dhe me shpirtin e tij për të arritur domethënë gradën më të lartë. Pra si ta arrijmë ta jetojmë agjërimin. Sepse agjërimi, siç na mëson profeti Muhammed alayhis salam, nuk është agjërimi lënia thjesht e ngrënit dhe të pirit, domethënë uria dhe etja, të uritesh dhe të etesh, por agjërimi është agjërimi domethënë i vërtetë që bëhet për hatër të Zotit të gjithësisë. Çfarë do të thotë për hatër të Zotit të gjithësisë? Kush nuk braktis thot, kush nuk braktis dëshminë e rrejshme dhe fjalët e koda, le ta di se Zoti nuk ka nevojë që ai të braktisë ngrënien dhe pijen. Pra kështu mund ta matsim ose një prej matjeve nëse duam të dimë se është kualitativ agjërimi ton, shpesh të shohim vetë përmbajtjen tek fjalët tona, tek qëllimet tona, tek njetet tona, tek mënyra se si shpesh komunikojmë me të tjerët, madje edhe kur ndoshta edhe provokohemi. Agjërimi është disiplinues, është një disiplinë, si të gjitha adhurimet e tjera. Të gjitha adhurimet në Islam janë disiplinuese, pra që janë edukuese për njeriu. Kërkojnë ta edukojnë në gjithçka. Që do të thotë që këto disiplina duhet të japin një efekt ndryshimi tek ty. Cili është efekti i ndryshimit tek ty? Pra nëse ti hyn në Ramazan, del për Ramazanit dhe nuk pe asnjë ndryshim tek vetja, shumë pikë pyetje duhet ngresh tek vetja jote se çfarë bëre. Pra thjesht agjërove, nuk hëngre, nuk pive dhe le disa dëshira gjatë ditës deri në mbrëmje, nuk ishte ky qëllimi i agjërimit. Qëllimi i agjërimit ishte përtej kësaj. Ishte të arrijmë domethënë kënaqësinë e Zotit. Po si arrin kënaqësinë e Zotit? Pra kur e kemi në fjalën e profetit alayhis salam që wala khalufu fa misaim, dhe era e gojës së agjëruesit, që është diçka normale, domethënë njeriu i cili nuk konsumon ushqim detyrimisht dhe ka dhe erën e gojës, dhe era e gojës së agjëruesit është më e dashur për Zotin e gjithësisë, sepse është një vepër që bëhet për Zotin, është më e dashur për Allahun se sa aroma e parfumit të miskut. Pra çfarë do të thotë? Do të thotë që çdo gjendje e këtij agjëruesit duhet të jetë nën kontrollin dhe mbikëqyrjen e tij të rreptë dhe të saktë. Ndaj profeti na mëson që kur ndonjëri për jush është agjërueshëm dhe dikush e shan apo e ofendon, pra e provokon, ai le t'i thojë unë jam agjërueshëm. Pra çfarë është nevoja ti tregosh që ti je agjërueshëm? Unë jam agjërueshëm, ti e tregon me vepra, edhe nëse nuk e thua me fjalë. Kur e thua me fjalë, po i bën ftesë tjetrit. Sepse dikush habitet, domethënë çfarë e pengoi të reagoj. Ishte pa mundësi që të ngrihet dhe ai në këtë nivel vetëpërmbajtje, në këtë nivel virtytesh, po themi dhe moralesh. Ne në konceptin e adhurimeve tona dhe të besimit tonë në të njëjtën kohë, nuk jemi egoist, pra nuk themi mjafto ti e mund, po pa tjerët janë apo s'janë, nuk janë shumë të rëndësishme. Jo, ne themi të gjithë së bashku, të mirën të cilën e përjetoj unë, kënaqësinë e këtij adhurimi duhet ta përjetojnë të gjithë. Pra kemi një ftesë të hapur për gjithë. Pra ai agjërimi është edukues, sepse të privon ty nga disa gjëra të cilat në origjinë ke të lejuara, janë të lejuar, sepse ka dhe shumë gjëra të tjera të cilat Zoti për shembull na i ka ndaluar, pra në origjinë i ke të ndaluara. Për këtë ne nuk diskutojmë. Po ne po flasim për gjëra që i ke të lejuar, pra përse Zoti po i kërkon njeriu të braktisë gjëra të cilat i kishte të lejuara. Është një disiplinë, pra, po i kërkon një disiplinë. Pra a mundet njeriu? Ja që pas ka mundësi. Njeriu gjithmonë mund ka. Asnjëherë nuk mund të thojë njeriu që unë nuk mund ta bëj këtë. Sepse agjërimi është agjërimi i shpirtit. Nuk mundet njeriu të përballojë, domethënë, një muaj të tërë pa ngrënë dhe pa pirë, me dëshirën e tij të lirë, me vullnetin e tij të plot, pa patur domethënë synim diçka madhështore. Madje unë gjithmonë përmend dhe një eksperiencë. Dikur më tregonte një person në Itali, thot, na erdhi një person, një italian, dhe thot dua të deklaroj Islamin në prezencë të tjerëve. Që është bërë diçka natyrshme kjo, domethënë. I thash të tregoj se në çfarë fton Islami, tha kam ardhur të deklaroj Islamin, të shprehem si musliman, nuk kam ardhur këtu domethënë të mësoj rreth Islamit sepse kam mësuar goxha. Tha e bërja të deklaratën publike në mesin e pjesëmarrësve që ishin aty për namazin e Yacis, namazin e darkës.
Tha dhe pasi u falem, domethënë të gjithë së bashku, i thash na trego tani çfarë të shtyju për në Islam. Tha ishte një inxhinier hekurudhash, tha ishte koha kur Ramazani ishte ngusht, pra para një 12 viteve, diçka e tillë. Dhe në punë, thot aty kisha punojës, jo të them drejtën, thot nuk e dija se kujt besimi i përkisnin, absolutisht. Thot dhe unë qëndroja në një zonë të kondicionuar, pra në një zyrë të kondicionuar, ndërkohë që ata punonin në terren, në hekurudha, dhe ajo që më bëri përshtypje, thot, është që gjatë gjithë ditës, pra në pretekstin tim tha ata nuk kishin ujë. Pra thot me të vërteta nuk kishin ujë, po nuk kishin ujë sepse ishin agjërueshëm. Dhe kur shifja vapën e madhe, mora dhe u mbusha një 2 shishe ujë, for mirësjellje nga frigoriferi aty. Dhe ju afrova atij që ishte si më kryesori dhe i thash, urdhëro këtë ujë, dëshiroj domethënë që të pini. Tha të falenderojmë, po jemi agjërueshëm. Hera parë tha që dëgjoja që jemi agjërueshëm. Thash çfarë është agjërimi? Tha shiko tha inxhinier, tha ne jemi musliman. Thash nuk ka problem, domethënë besimi është e drejtë e gjithë secilit. Jo, thjesht po të tregojmë, tha një ndër shtyllat e Islamit është dhe agjërimi. Dhe agjërimi është të lesh ngrënien, pijen dhe gjëra të tjera të cilat i ke patur të lejuara jashtë Ramazanit për hatër të Zotit. Vetëm këtë fjalë, tha, ky ka qenë komunikimi i vetëm me ta. E dëgjova, më bëri shumë përshtypje dhe kam qëndruar, tha, 2 vjet duke lexuar rreth Islamit. Pra bëri të mendoj thellë sepse Ramazani parë jashtë Ramazanit ose parë nga këndi një personi i cili nuk e njeh të muaj, duket një akt ndoshta dhe ekstrem, duket shumë i vështirë, kërkon një motiv të jashtëzakonshëm. Kjo si duket e ka bërë që të mendoj thellë se çfarë kanë këta njerëz brenda që durojnë këto situata kaq të vështira. Sepse Ramazani, agjërimi në vetvete, domethënë është diçka e vështirë për ato që nuk ka anën shpirtërore. Nëse nuk është besimi në mes, me patjetër që është i vështirë. Pra çfarë ta bën të lehtë? Jo vetëm Ramazani, por të gjitha adhurimet. Pra ti je në gjumë të thellë para kohës së sabahut dhe të duhet tashmë të lesh tratin e ngrohtë në mesin e dimrit për të ngritur për çfarë? Për t'u përgjigjur një thirrje hyjnore, që është thirrja e krijuesit, sepse ne kemi nevojë për krijuesin, jo krijuesi për ne. Kështu është edhe agjërimi, por në mes është gjithmonë është besimi. Kur është besimi në mes, besimi i lehtëson gjërat. Dhe ky pra inxhinieri pra thotë qëndrova 2 vite me radhë duke hulumtuar rreth Islamit që çfarë që ka kjo hyjni ose çfarë që ka kjo dëshirë dhe ky besim i tillë që të bëka që në mesin e verës, siç është muaji ndër më të nxehtit, pra gushti, njeriu domethënë braktis ngrënien dhe pirjen, por e braktis duke mos u shkëputur nga realiteti. Edhe kjo i jep pasaj dhe kënaqësi, kjo është dhe burim pasaj dhe lumturia dhe kënaqësia, çka abia pasaj bëhet dhe më e madhe. Akoma dhe më shumë, pra dhe duke mos u shkëputur nga realiteti, sepse kjo është diçka akoma dhe më e prekshme. Pra agjërimi ty nuk të shkëput nga realiteti. Ne nuk e kalojmë agjërimin e Ramazanit në gjumë. Ne nuk shkëputemi nga punët tona. Pikërisht për këtë desha dhe të ndalemi pak hosh, pra nëse kthehemi tek agjërimi i profetit Muhammed dhe i shokëve të tij, kur vinte muaji i Ramazanit, si ndryshonte ritmi i jetës së këtyre? Këta i linin gjithë punët, gjithë betejat, gjithë angazhimet, gjithë përpjekjet me jetën, apo ishin në të njëjtat nivele përpjekje dhe energjia dhe entuziazmi si më herët? Në tregon zonja nderuar Aisha radhiyallahu anha ku thotë kur ishte 10 ditë që i pari i Ramazanit, pra 1/3 e parë e Ramazanit, adhurimi i profetit ishte normal, ndoshta si ai që ishte para Ramazanit. Në 10 ditëshin e dytë nisej dhe shtohej ky adhurim, ndërsa në 10 ditëshin e tretë ai profeti alayhi salatu wasalam i dedikohej totalisht adhurimit, pra faljes. Çfarë do thotë kjo? Sepse po sjellim profetin alayhi salam si ishte model dhe është model për gjithë muslimanët, dhe të gjithë të tjerët ishin pasues të tij në këtë. Do të thotë që atëherë kur energjitë fizike nisin të shterojnë ndoshta ose të jenë të lodhura tashmë energjitë e trupit, atëherë mbizotron energjia e besimit. Kush ja jep këtë forcë, pra që ditën je agjërues, jo vetëm që je agjërues, madje në atë që ne njohim ndryshën historinë islamit si betejë e Bedrit, ka ndodhur pikërisht në Ramazan, atëherë kur obliguar Ramazani. Pra
Pra nuk u braktis asgjë nga aktiviteti i përditshëm, asgjë nga aktiviteti i përditshëm sepse është Ramazan. Jo. Gjithçka vazhdoi normalisht. Që do të thotë që këta njerëz jetonin domethënë realitetin e tyre pa e shkëputur fare dhe vazhdonte, madje kishim shtim të aktivitetit, siç ishte namazi teravive ose siç ishin iftaret, këmbimet e ndryshme të iftareve, namazi natës, normalisht namazi natës për ata njerëz ishte shumë normale dhe në ditët normale, por në Ramazan ishte akoma dhe më i spikatur, ishte akoma dhe më i prekshëm, domethënë. Aq siç na thot pra zonja e nderuar që në 10 ditën e fundit ai profeti e braktiste dhe shtratin e tij, pra as nuk flinte më. Pra ishin më energjik, ishin më dinamik, ishin po themi vizionin energjitë e tyre akoma më shumë, i fuqizonin, i motivonin. Çfarë i motivonte? I motivonte pikërisht besimi. Pra, ai agjërimi është një ndërthurje midis fizikes por shpirtërores më kryesorja. Kur është shpirtërorja në mes, ajo domethënë mbizotron mbi gjithçka tjetër. Gjallërimi i të brendshmes, i shpirtërores, i emocioneve normalisht do përkthehet pastaj edhe në energji konkrete dhe në përjetim dhe në dinamizëm konkret. Ndoshta ky është argumenti që ata të cilët shpesh e përdorin si justifikim nuk agjëroj dot sepse jam në punë gjithë ditën apo puna ime është e rëndë dhe është e vështirë. Nga dy shembujt që ju solët, rasti i inxhinierit në Itali, por se dhe rasti i sahabëve dhe i profetit alayhis salam, është rasti kur ata më së shumti punonin dhe angazhoheshin në këtë periudhë. Shikoj dashur, kemi për shembull një tjetër qasje që është qasja e disa veprimeve ose e disa kategorive të caktuara që Zoti i ka përjashtuar nga agjërimi. I ka përjashtuar si rasti atyre të cilët janë smur, i rasti atyre të cilët janë të shtyrë shumë në moshë, që tashmë trupi i tyre nuk përballon, dhe rasti i udhëtarit. Këta Zoti i gjithësisë i ka përjashtuar nga agjërimi prej tyre në mënyrë të përkohshme, siç është udhëtari, dhe prej tyre deri edhe në mënyrë të përhershme, ai që është me smundje të vazhdueshme, apo ai që është i shtyrë në moshë, pra nuk pritet prej tij që të rinohet më. Tashmë është totalisht i dorëzuar, nuk pritet prej tij të lirohet më. Pra, Zoti kur e ka obliguar atë agjërimin, e ka obliguar për kategori të caktuara njerëzish, që janë normalisht në marrëdhënie pune, por shiko pra, thot për agjëruesin i cili është udhëtar, i lindë drejta, e gjithë drejta, domethënë që ai të mos e agjërojë gjatë udhëtimit të tij. Dikush do thonte ndoshta ai udhëtari sot sepse mund të jetë shumë komod me udhëtimet e sotme, e ka shumë më të lehtë nga personi i cili ka punë fizike të përditshme. Këtu i mjafton këtij udhëtarit, i mjafton domethënë si privim i rahatisë që ai është larg familjes tij. Ndaj dhe një prej dietarëve të Islamit, siç është Ibn Qayyim el-Jauziyja, thotë i mjafton udhëtarit si privim ose si deri diku domethënë edhe si mundim që ai është larg familjarëve të tij. Domethënë, kjo është ajo që e mundon njeriu më shumë. Pra kur ti gjatë gjithë ditës je lodhur dhe normalisht je lodhur, mirë po mblidhesh në sofrën e iftarit me familjarët e tu ose me dashurit e tu, me të njohurit e tu, nuk është një lloj si të bësh iftar ndërkohë që askush nuk njeh dhe askënd ti nuk e njeh. Nuk është një lloj. Domethënë kjo është më së normale që nuk është një lloj. Pra është më e lehtë për ty. Shkon lodhja, shkon etja, shkon mundimi dhe mbetet kënaqësia. Ndaj dhe profeti kur flet domethënë për agjëruesin dhe vlerën e agjëruesit apo shpërblimin e agjëruesit, thotë ai agjëruesi i ka dy gëzime. Njëri gëzim kur ai bën iftar, e çel iftarin, ky është gëzimi trupor edhe shpirtëror, patjetër. Por trupor, sepse tashmë domethënë kthehet në normalitet trupi i njeriu, dhe njëri gëzim kur takohet me Zotin e gjithësisë, ku do të shpërblehet, pra siç thot Zoti që agjërimi është i imi dhe unë shpërblej për të. Pra kur të shpërblehet ashtu siç din vetëm Zoti më shpërbly në mënyrë të pakufishme. A do thotë se ky hadith duhet të na bëjë që të rikujtojmë në çdo kohë iftari kthimin tek Zoti ynë. Pra çdo besimtar kur agjeron gëzohet instinktivisht për këtë gjendje e cila e kthen në një farë mënyrë në komoditet, pra largon urinë dhe etjen, po gjithashtu duket sikur ky hadith na nxit që në çdo iftar të kuptojmë faktin dhe ta kujtojmë dhe ta përjetojmë se çdo kush do të kthehet një ditë tek Zoti i tij dhe ndoshta ky agjërim, kjo sakrificë e këtyre ditëve do të jetë
po themi një vepër e madhe, një vepër për cilës ja vlen të shpresojmë dhe një motiv gjithashtu i madh. Normalisht që çdo veprim në Islam ose çdo adhurim në Islam bart në vetvete atë simbolikën e tij. Ashtu sikurse e bart edhe agjërimi nga fillimi dhe deri në fund. Nga fillimi dhe deri në fund bart simbolikën e tij, simbolikën e bindjes dhe nënshtrimit ndaj krijuesit. Se një veprim të tillë nuk mund ta bësh vetëm se kur dëshiron të tregosh bindje dhe nënshtrim ndaj krijuesit. Njeriu i cili është i bindur dhe i nënshtruar ndaj krijuesit do të thotë se ka njohur veten e tij. Dhe ai i cili nuk njeh krijues ose nuk dëshiron që në jetën e tij të ketë krijues, ky nuk e ka njohur veten e tij. Nuk ka menduar as pak rreth vetes tij, se çfarë është ai, kujt i përket ai, çfarë personifikon ai në vetvete. Në rastin e agjërimit, domethënë ky kthimi që gjithçka e ka një fund, po vallë kur e paska këtë fundin, pra edhe këtij mundimit i vjen fundi. Çfarë mbetet pas atij mundimi? Pas atij mundimi mbetet shpërblimi. Ose ruajna Zot e kundërta e shpërblimit për atë i cili nuk vepron drejt. Atëherë, simbolikat e çdo adhurimi, nga lindja e njeriu dhe deri në vdekje. Ne për shembull simbolikën e lindjes së njeriu të shoqërojmë domethënë duke i thritur ezanin në krahun në veshin e djathtë fëmijës, si për t'i treguar domethënë që erdhe në dynja dhe qëndrimi jot në këtë dynja, në këtë jetë, sado i gjatë që të jetë, është si midis kohës së ezanit dhe thirrjes së dytë që është ikameti që tregon që ka ardhur koha për të ngritur dhe për të falur. Kështu është jeta dhe vdekja, domethënë, në të gjitha këto adhurimet. Sado që thuash, domethënë, e shijoj, e kam kënaqësi, sërish e ke kënaqësi të përkohshme. Vuan është vuajtje e përkohshme, dhimbje e përkohshme, mundimi i përkohshëm. Gjithçka e ka një fillim, e ka dhe një mbarim. Përkohshmëria e jetës së kësaj bote, natyra e përkohshme e kësaj jete, ndoshta është një prej mësimeve madhore, pasi shpesh thuhet se agjërimi, Ramazani është një shkollë në vetvete, pra është një shkollë ku njeriu po them mëson ose së paku rikujton shumë koncepte që në përditshmërinë e tij e humb. Përkohshmëria ndoshta nuk na treshton, por se na ndihmon që të kuptojmë realitetin e saj dhe ndoshta të shpresojmë dhe të motivohemi për atë se ku do kthehet gjithsecili. Me patjetër, sepse njeriu duke lakmuar gjithmonë, duke lakmuar për jetë gjatësi, se nuk po them për përjetësi, se për përjetësinë e dim gjithë që nuk kemi përjetësi në këtë jetë. Ka jo pak njerëz që e shpresojnë këtë. Shpesh shkenca është kthyer në një lloj pretendimi që do të vijë momenti ku do të jemi të dëshirojnë ta stimulojnë që ne jemi domethënë në fazat e hulumtimit për ta shndruar njeriu në diçka të përjetshme. Ama njeriu domethënë nuk e koncepton dot jetën pa një fund që është vdekja. Nuk e koncepton dot jetën domethënë pa një fund që është vdekja. Profeti ynë i dashur na mëson në një fjalë të tij duke thënë plaket njeriu, ndërsa tek ai rinohen dy dëshira. Dëshira për të jetuar sa më gjatë dhe dëshira për të pasuruar sa më shumë. Që të dyja këto, domethënë është ajo fjala popullore që e kemi ne që njeriu nuk ngopet me jetë me pasuni. Nuk ngopet. Pra kur nuk ngopet njeriu? Njeriu nuk ngopet kur nuk mendon fort rreth tyre. Një ndër mbretërit musliman ka qenë dhe i nderuari Harun al-Rashid, ai që në aspektin territorial ka patur sundimin më të gjerë dhe kur e mori pushtetin, mori dhe edukatorin, mësuesin e tij dhe i tha si duket i gjithë ky pushtet. Qeshi edukatori, sepse dhe ai me të vërtetë ishte mbret, por ishte djalë i ri, ishte 22 ose 23 vjeç. Pra ishte dhe ajo euforia e rinisë akoma. Qeshin profesori dhe i tha, birë tha, nëse do t'ishe në shkretir dhe nuk do i kishe të gjithë këtë shoqëruesit e tu me vete, do t'ishe i vetëm tashmë, për një arsye ose për një tjetër. Pra, po ja sjell krahasimin që ti, edhe pse jeton me njerëzit, ti në realitet je i vetëm, pra je përgjegjës për veten. Edhe nëse ke me qindra shërbëtor rreth vetes, në fund fare ti je i vetëm. Tha dhe nuk të gjendet ujë për të pirë. Aty pranë gjendet një person i cili e ka një shishe me ujë dhe thot, unë ta jap këtë shishe ujë, po do m'japësh gjysmën e pushtetit.
A do ja jepje? Po tjetër që do ja jepja, thot, çfarë më duhet pushteti nëse unë do të vdes? Po nëse pasi kalon thot disa kohë të tjera, bllokohesh dhe nuk urinon dot. Dhe një mjek, vetëm ai e ka recetën që mundet të të shëroj prej gjendjes në të cilën ti ndodhet, po thot dua gjysmën tjetër të pushtetit. A do ja jepja? Po tjetër që do ja jepja, thot. Çfarë më duhet gjysma tjetër e pushtetit nëse nuk e posedoj shëndetin, nëse jam në gramat e fundit. Atëherë birë, thot, i gjithë i ky pushtet që ti sheh, është i përmbledhur, thot, në një glojk ujë dhe në një urinim. Këtë Zoti ua ka dhënë të gjithëve. Ndaj që ta shijojmë jetën, duhet të pajtohemi, të shohim ato të mira që Zoti na i ka dhënë. Nëse do të pajtohemi ato të mira, do të arrijmë të shijojmë. Nëse do të rrim dhe të ndërrojmë shumë, pra Islami nuk të fton për në ndërrim, por të fton për në realitet. Të fton që të jemi vazhdimisht realist. Jo të rrim dhe të ndërrojmë. Shpresojmë po jo të ndërrojmë. Ndaj, jetojmë me realitetin dhe duke jetuar me atë realitet, dije se do të arrish ta shijosh dhe të kënaqesh me të. Ose sigurisht se tregohet se një person në një ditë bajrami, teksa konsumonte një ushqim në parvazin e dritares tij, i hidhte ato mbetjet ose lëvoshkat i flakte nga dritarja dhe thonte, a kështu kalohet bajrami? Pra ishte në statusin, në llogarinë e tij, ishte në statusin e njeriu të varfër. Mirë po thot, kur doli, pa që poshtë parvazit të dritares tij ishte një person i cili i mblidh te këto që për këtë konsiderojnë domethënë të panevojshme, se s'po them mbeturinë sepse është ushqim, mbetjet, dhe thonte faleminderit o Zot. Faleminderit o Zot që më dërgove rrezik edhe sot. Pra këtë mirësi që në syun e këtij tjetrit nuk vlente asgjë, ai falenderonte për to. Ndaj te Zoti në Kur'anin e tij famlar thotë: "Le in shakartum la azidannakum." Nëse ju do të falenderoni, unë do ua shtoj juve mirësitë, do ua shtoj akoma dhe më shumë. Ndaj një prej mirësive është që të ka dhënë shëndet, nuk të ka privuar nga shëndeti dhe të ka mundësuar që edhe të agjërosh. Dhe nëse do ta falenderosh për këtë mirësi, që pjesë e kësaj mirësie është agjërimi vet, Zoti do të të shtojë akoma dhe më shumë këto efektet e agjërimit, që janë jo vetëm shijimi i tij, po nuk ka gjë më të bukur domethënë se të mblidhesh në atë sofrën e iftarit me familjen tënde, ta shohësh familjen gjithë para vetes domethënë. Je i sigurt, nuk të cënon askush sigurinë tënde, nuk të cënon askush privatësinë tënde, ku ka gjë më të ëmbël më? Ndërkohë, ju thatë se çdo popull ka patur agjërues, në çdo popull agjërimi ka qenë prezent. Po ndërkohë, a do të ketë agjërim në çdo kohë? A do të vazhdojë agjërimi si një prej obligimeve? A thot Zoti diçka në raport me këtë? Duke menduar kështu se duke qenë të tillë, mendojmë se ndoshta Zoti na ka bërë pjesë të një hallke, të një zinxhiri të madh agjëruesish, të cilët shtrihen në kohë, në të kaluarën, porse dhe në të ardhmen. Mirësia e Zotit për këtë ummet, për këtë popull pasues të profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, është fakti që do të mbetet i pandryshueshëm, domethënë do të mbetet i pandryshueshëm adhurimi deri në Kiamet, forma e adhurimit deri në Kiamet, metoda e adhurimit deri në Kiamet. Nuk do të kemi një Ramazan me 32 ditë ose 31 ditë. Të tilla gjëra nuk do të diskutohen. Nëse do të ketë një person i cili dëshiron, nuk po flasim për individ, ne po flasim domethënë për vazhdimsinë e unitetit islam. Sepse ajo që karakterizon ummetin islam është uniteti, është tradicionalja, po në të njëjtën kohë domethënë dhe zyrtarja. Ne gjërat i kemi zyrtare në islam. Pra edhe nëse i praktikojmë, i zhvillojmë si të vetëm, sikur të jesh i vetëm, ama jemi zyrtar. Mbyllet, fillohet agjërimi domethënë në këtë kohë, me hyrjen e kohës së sabahut ose tagimit. Hapet agjërimi, po me perëndimin e diellit. Pra atëherë kur ka hyrë koha e akşamit. Këtë edhe kur je në një grupacion, edhe kur je në unitet, në shoqëri, edhe në një shtet, edhe kur je i vetëm, ti kështu do ta zbatosh. Dhe kjo është bukuria. Ne namazin e sabahut, fjala bie, të obligueshme ne kemi 2 rekat. Nuk është se një kohë e kemi patur me 4 dhe na u bë me 2, apo do të vijë një kohë që ta bëjmë me 4.
Edhe kur të falemi të vetëm, falemi një lloj, edhe kur falemi me grupin, me xhamatin, falemi sërish po një lloj. Ka një premtim hynor se Ky është garancia Islami do të Zotit. ruhet i plot dhe do të ketë vazhdimsi. Sepse Zoti për Kur'anin, për librin e tij thot, ne e shpallëm atë Kur'anin dhe ne do ta mbrojmë atë. Për çfarë do ta mbrojmë? Do të mbrojmë, domethënë, thjesht librin si libër apo përmbajtjen e tij? Të dyja bashkë. Patjetër, edhe librin si libër, por edhe përmbajtjen e tij do të mbetet i pandryshueshëm deri në ditën e gjykimit. Sado që mund të përpiqen në kohë të ndryshme njerëz të bëjnë disa ndryshime ose nisma të tyre personale, kanë mbetur, i ka sfiduar koha, kanë mbetur ke nismat personale. Hoxha, unë falenderoj shumë për kohën që na dedikuat, për këshillat që dha shikuesit tonë. E lut Zotin që ky Ramazan të jetë i begat për ju dhe për gjithë besimtarët muslimanë kudo që ndodhen. Ju falenderoj dhe nuk kam të shtoj mbi lutjet tua, vetëm se them amin. Dormi që këtu e mbyllim dhe takim sotëm. Agjërimi është një prej adhurimeve të veçanta që kuptuam së paku nga kjo bisedë me Hoxhën nderuar Gentian Mara se ka qenë prezent në çdo shoqëri dhe do të jetë i tillë derisa të jetë kjo botë, dhe veçanërisht populli shqiptar është një dëshmi e kësaj, pasi pikërisht në këtë shoqëri u ndal haxhi për dekada të tëra, u ndal ezani, u prishën xhamiat, mirë po agjëruesit nuk u agjëruesit vazhdonin të ishin prezent. Kemi dëshmi të pafundme të njerëzve të cilët edhe gjatë komunizmit, edhe gjatë një sistemi ateist, vazhduan të agjëronin. Kjo është një dëshmi që na bën krenar dhe na bën gjithashtu të ndjejmë mirësinë se jemi pjesë e këtij zinxhiri të fortë, i cili nuk do të shkëputet asnjë ditë. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru takosh nesër.